Sigurisht që secili prej nesh do të donte ta shihte të dërguarin e Zotit, ose të dinte përshkrimin e tij. Përshkrimi i profetit sallallahu alaihi wasallam gjendet në shumë libra të historisë së tij. Ata përmendin që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ishte as i gjatë dhe as i shkurtër. Nëse e shihje mes njerëzve të gjatë, nuk të dukej i shkurtër, dhe nëse e shihje mes njerëzve të shkurtër, nuk të dukej i gjatë. Fytyra e tij ishte e bardhë, e përzier me pak të kuqe. Kishte trup të bëshëm dhe nuk kishte bark. Flokët dhe mjekrën i kishte ngjyrë të zezë të theksuar. Siç përmendëm, asnjëri prej nesh nuk e imagjinon dot se si ishte ai. Secili kërkon diçka që ta ndihmojë ta përfytyrojë sikur e ka parasyve. Ajo që do na ndihmojë ta përfytyrojmë se si ishte profeti sallallahu alaihi wasallam janë 3 histori që gjenden në librat e historisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Historia e parë është e Abdullah ibn Selamit. Ai ishte rabin, dietar qifut dhe jetonte në Medinë. Kur i thanë që një profet do të vijë në Medinë, ai përgatiti 10 pyetje të ndryshme, të cilat do t'ia parashtronte profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Me këto 10 pyetje, ai do e njihte nëse ishte me të vërtet profet apo jo. I mori 10 pyetjet dhe shkoi të takonte profetin sallallahu alaihi wasallam që sapo kishte ardhur. Me të parë, ai pa ia bërë pyetjet tha: "Ky është i dërguar i Zotit." Djali i tij tha: "O baba, po ti nuk e pyete?" Por ai ja ktheu: "O biri im, kjo fytyrë nuk është fytyrë e një mashtruesi." Historia e dytë është e Xhabir ibn Abdillahut. Ai tregon që një natë me hënë po ecja në rrugët e Medinës. Derisa po ecja vështroja hënën, e cila mbushte sytë e mi me bukurinë e saj. Nga drejtimi që ishte hëna, pa pritur shfaqet profeti sallallahu alaihi wasallam duke ardhur drejt meje. Unë tregon, her fillova të shikoj nga hëna dhe her nga fytyra e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për Zotin, i dërguari i Zotit në sytë e mi dukej më i bukur se vetë hëna. Historia e tretë është e Abdullah ibn Rawahas, njërit nga poetët arab i cili shquhej për stilin e veçantë në të folur. Pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, dikush e pyeti: "Ne e përshkruaj se si ishte profeti sallallahu alaihi wasallam?" Ai ju përgjigj: "Nëse do e shihje duke ardhur nga larg, do të thuaje që po lind dielli në këto qaste." Secili prej nesh e kemi përjetuar madhështinë e lindjes së diellit. Në një madhështi të tillë dukej edhe profeti sallallahu alaihi wasallam derisa vinte. Kjo është ajo që ndjenin shokët e tij kur e shihnin profetin sallallahu alaihi wasallam. Historia e Abdullah ibn Rawahas ka lidhje dhe me vetë lindjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo pasi profeti sallallahu alaihi wasallam u lind në çastet e lindjes së diellit dhe vetë fytyra e tij shkëlqente si dielli. Ashtu siç dielli ndriçon tokën, ashtu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam me dritën e tij e ndriçoi tokën deri në ditën e Kiametit. Te kurejshët ishte bërë zakon që fëmijët e tyre të porsa lindur të mos i ushqenin edhe rristin në Mekë. Ata i dërgonin shkretëtir të fiset që banonin atje dhe i linin të rriteshin mes tyre. Kjo pasi e shihnin që
nëse do edukoheshin në Mekë, nuk do të edukoheshin siç duhet, pasi qyteti ishte i mbyllur. Ata i dërgonin në shkretëtir, ku ajri ishte i pastër dhe kishin hapësirë të gjerë. Qysh në atë kohë, Kureshët e kishin këtë zakon dhe kujdeseshin për edukimin e fëmijëve. Kurse ne sot, me gjithë zhvillimin që kemi, i edukojmë fëmijët të mbyllur në shtëpi. Kureshët, me qëllim që fëmijët të ishin të fuqishëm fizikisht dhe me vizion më të qartë, në 2 vitet e para i dërgonin në shkretëtir. Përse të mos dalim edhe ne me familjen dhe fëmijët të paktën një herë në javë në një vend të hapur? Duke jetuar në vende të hapura, përfiton hapësirë dhe ndikon në mënyrën se si i shikon gjërat. Dhe kundërta, jetesa në vende të mbyllura të bën të shikosh shumë ngushtë. Le të dalim një herë në javë të paktën në vende të hapura, shkretir apo kudo, dhe të mësohemi me hapësirë. Le të jetë diçka që e mësojmë nga Kureshët. Por Kureshët nuk a jepnin fëmijët kujdo që jetonte në shkretir, por vetëm fisit Benu Saad. Gratë e këtij fisi e kishin në traditë mëkimin. Çdo vit, gjatë një sezoni të caktuar, ata udhëtonin drejt Mekës dhe merrnin fëmijët nga Kureshët. Kjo ishte në bazë të një marrëveshje mes tyre, pasi Kureshët nuk mund t'ia jepnin fëmijët kujdo që vinte dhe i kërkonte. Kështu, këto nëna i merrnin fëmijët e Kureshëve dhe për 2 vite i mbanin në shkretir. Gjatë kësaj kohe prindërit e tyre i vizitonin fëmijët e tyre. Gratë që mëkonin fëmijët e Kureshëve nuk e bënin këtë kundrejt një shpërblimi të caktuar, por e bënin për dhuratat të cilat familjet e fëmijëve u jepnin atyre në këmbim të mëkimit. Kështu, kur vinin në Mekë për të marrë fëmijë, kërkonin familje të pasura me qëllim që edhe dhuratat të ishin të shumta. Kur vajtën në kohën që kishte lindur profeti sallallahu alaihi wasallam, filluan të kërkonin fëmijë në Mekë. Kushdo që shkonte te shtëpia e tij dhe merrte vesh që ishte jetim pa baba, refuzonte ta marrë. Kjo, pasi babai ishte ai që u jepte dhuratat, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e kishte të atin. Vallë, sa më kuë se kishin vajtur në shtëpinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe kishin refuzuar. A imagjinoni se ç'mund të ndjente nëna e tij në ato qaste. Të gjitha gratë u larguan dhe morën nga një fëmijë, duke e lënë profetin sallallahu alaihi wasallam. Vetëm njëra prej tyre nuk ishte gjetur fëmijë. Kështu u detyrua që të kthehet përsëri te shtëpia e tij dhe ta marrë. Personin të cilin e kishin refuzuar atë ditë ishte njeriu më i mirë i njerëzimit, person për të cilin kemi zili këdo që shkon dhe viziton xhamin dhe varrin e tij. Personin të cilin e refuzuan ta merrnin është ai që të gjithë ne i lutemi Zotit të na bëjë nga të afërmit e tij në xhenet. E gjitha kjo me qëllim që ta kuptosh ti o vëlla që gjithçka është në dorë të Zotit. Ai person të cilin ti sot e shikon si të pavlerë dhe të humbur, mund të jetë i dashur dhe i shtrenjtë te Zoti. Me qëllim që ta dish që ai që të bën krenar dhe të nënçmon është vetëm Zoti. Që ta mësosh se Zoti e ka në dorë që të ngrejë disa njerëz dhe të ulë të tjerët. Sa fëmijë kanë lindur dhe janë rritur pa ndonjë vlerë në shoqëri, por që më pas i ngriti Zoti dhe u dha vlera. Shembull për këtë kemi Jusufin alayhis salam, i cili u shit për disa dirhem të pakët. Edhe vetë gruaja që e mori profetin sallallahu alaihi wasallam për mëkim e tregon historinë e asaj dite dhe thot:
erdhëm në Mekë dhe çdo gruaje prej nesh që i ofrohej i dërguari i Allahut e refuzonte. Kjo pasi ai ishte jetim dhe thoshim se çfarë mund të na jep nëna dhe gjyshi i tij. Kështu nuk u mbeti grua pa marrë fëmijë përveç meje. Mua më erdhi zor që të kthehem në fis pa marrë asnjë fëmijë. Kështu shkova dhe e mora. Kur e pa burri fëmijën që kisha marrë, më tha: "Për Zotin o Halime, shoh që ke marrë një fëmijë të bekuar." Sa po e mora të jap të pi, ai filloi menjëherë ta thirr gjirin. Në të njëjtën kohë fillova të jap të pi edhe djalit tim, i cili dhe ai filloi të pi menjëherë. Kur vajtëm në shtëpi, përsëri i dhash të pi Muhamedit dhe djalit tim, edhe të dy pinë derisa u ngopën. Kur zgjuam të nesërmen, burri më tha: "A nuk të thash që kemi marrë një fëmijë të bekuar?" Ajo tregon: fushat e fisit Benu Saad në këtë kohë ishin të shkreta dhe bimët ishin tharë. Çdo ditë që shkonim të kullosnim bagëtin, për shkak të thatësirës, kur ktheheshim nuk u merrnin asnjë pikë qumësht nga delet. Pasi erdhi Muhamedi në shtëpinë tonë, çdo ditë kur kthehej bagëtia, kthehej me qumësht plot. Me këtë qumësht ushqeni Muhamedin dhe fëmijët tanë. Familjet e tjera kur shihnin qumështin e shumt që merrte Halimja nga delet e saj, u thoshin fëmijëve të tyre që t'i kullosnin delet me delet e Halimes. Askush nuk i kulloste delet vetëse me delet e Halimes. Profeti sallallahu alaihi wasallam jetoi në shtëpinë e Halimes 2 vjet. Ajo tregon që ai rritej dhe zhvillohej shpejt, saqë në një ditë zhvillohej aq sa dikush tjetër zhvillohej për 1 muaj, dhe zhvillohej në 1 muaj aq sa dikush tjetër zhvillohej për 1 vit. Kështu ai filloi të ecë dhe të flasë më herët se bashkëmoshatarët e tij. Piqej më shpejt dhe thoshte fjalë që nuk i thoshin bashkëmoshatarët e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam qëndroi te fisi Benu Saad për 2 vite rresht, derisa u kthye në shtëpinë e tij në Mekë. Para se të flasim se çfarë ngjau më pas, le të kalojmë pas 55 vitesh, pasi u çlirua Mekë. Tani profeti sallallahu alaihi wasallam ishte i moshuar dhe ishte në kulmin e fitores. Gjatë kohës që profeti sallallahu alaihi wasallam takoi me muslimanët dhe banorët e Mekës, vjen një grua e moshuar dhe e korrusur në të 80-tat dhe qëndroi para profetit sallallahu alaihi wasallam duke buzëqeshur. Ajo ishte Halimja që i kishte dhënë gjinë e veçli. A imagjinoni gëzimin dhe vendin që zinte profeti sallallahu alaihi wasallam në sytë e saj. Kur e pa profeti sallallahu alaihi wasallam, i bëri përshtypje se nuk po e shikonte sikur e shihnin njerëzit e tjerë. Ai nuk e njihte, pasi nuk e kishte parë që kur ishte 2 vjeç. Atëherë pyeti se kush ishte ajo që po i buzëqeshte e gëzuar? Nëse dikujt prej nesh do i thuhej që kjo grua të ka ushqyer me qumshtin e saj kur ishte 2 vjeç, thjesht do t'rregoje një mirënjohje për të. Kur i than profeti sallallahu alaihi wasallam që kjo është Halimja që të ka ushqyer me gjirën e saj, menjëherë u çel fytyra dhe thirrë me gëzim: "Nëna ime, nëna ime!" Shkon pranë saj, hoqi mantelin që kishte krahëve dhe e shtron për tokë që të ulet ajo. Ulet me të dhe u thot njerëzve të tjerë: "Më lini të bisedoj me nënën time për disa çaste." A e shihni se sa mirënjohës ishte profeti sallallahu alaihi wasallam? Ai nuk e harroi të mirën edhe pas 55 vitesh. Tregojnë të pranishmit që e shihnin profetin sallallahu alaihi wasallam se derisa bisedonte me të, ai ishte i buzëqeshur gjatë gjithë kohës. Pas betejës Hunein,
Kur profeti sallallahu alaihi wasallam fitoi ndaj fisit Hawazin, plaçka e luftës që morën muslimanët ishte e shumët. Gjithashtu ata morën shumë robër në këtë luftë. Dikush i tregoi profetit sallallahu alaihi wasallam që njëri nga të zënët robë është vëllai yt nga Gjiri. Profeti sallallahu alaihi wasallam me njëherë i mblodhi shokut e tij të cilët i kishin marrë robërit dhe plaçkën e luftës dhe u tha: "A më lejoni që t'i lëm të lirë së bashku me plaçkën e luftës?" "Po përse o i dërguari i Allahut?" e pyeti dikush. Ai ju përgjigj: "Për shkak se njëri prej tyre është vëllai im nga Gjiri." "Po a e njeh o i dërguari i Allahut?" e pyeta. "Jo," u tha, "nuk e kam parë kur, por e bëj si respekt për nënën time të Gjirit, Halimen." Disa prej njerëzve ja kthyen plaçkën e luftës, kurse disa të tjerë jo, pasi profeti në këtë rast po ndërhynte dhe nuk po i urdhëronte. Atëherë ai i mori para borxh, i bleu gjithçka që ishte marrë prej tyre nga muslimanët dhe ja dha vëllait të tij nga Gjiri. Krejt kjo për shkak të respektit që ruante për nënën e Gjirit, Halimen. Në fillim, profeti sallallahu alaihi wasallam i vdiq babai Abdullahu. Abdullahu ishte martuar me Eminen dhe pas 2-3 muaj martesë niset për tregti. Ai nuk e dinte që grua në kishte 7 zën. Nuk e dinte që në barkun e saj ishte njeriu më i mirë që kishte njohur njerëzimi. Kështu udhëtoi Abdullahu për në Sham për tregti. Derisa kthehej nga tregtia, deshi që të vizitoj dajet e tij në Medinë, pasi Abdul Mutalibi, gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ishte martuar në Medinë. Gjatë vizitës së dajallarëve të tij në Medinë, Abdullahu sëmure të rënd dhe më pas vdes. Vdes pa e ditur që ka një djalë në barkun e gruas së tij dhe varroset në Medinë. Lajmi i vdekjes arrin tek Emineja, gruaja e tij, dhe te babai i tij Abdul Mutalibi. Dietarët thonë që shkalla më e lartë e të qenit jetim është kur të vdes babai derisa je akoma në barkun e nënës. Sigurisht që profeti sallallahu alaihi wasallam derisa ishte i vogël dhe filloi të kuptoi nga jeta, i kanë treguar se babai yt të ka vdekur. Ai lindi dhe u rrit pa dashurinë e babait të tij dhe nuk thiri kur baba. Megjithatë, ai u falte edhe mshurinë edhe dashurinë e babait të gjithë fëmijëve dhe të rinjve. Ai u thoshte shokëve të tij: "Unë jam si baba për ju." Të shumë që janë ato që janë privuar nga dëmshuria dhe dashuria prindërore dhe nuk dinë që ta japin atë. Njëherë, derisa profeti sallallahu alaihi wasallam qëndronte në shtëpi, i tregojnë që Zeid ibn Harithe po kthehej nga udhëtimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam e donte shumë Zeidin, saqë njerëzit e thërrisnin Zeidi i biri Muhamedit, megjithse nuk ishte djali i tij. Kur troket Zeidi në derë, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ishte veshur gjën nga mesi e sipër. Megjithatë, prej gëzimit që po vinte Zeidi, ai çohet me të shpejt, hap derën dhe e përqafon atë. Më pas e puthi në ball dhe i tha: "Më mori malli për ty, o Zeid." Njëherë, vajtën disa vajza të vogla të banorëve të Medinës dhe filluan t'i këndojnë: "Ne jemi vajza nga Benu Nejar, sa fqin të mirë kemi Muhammedin." Profeti sallallahu alaihi wasallam i pyeti: "A më doni mua?" "Po,"
i thanë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i përqafon të gjitha dhe u thot: veç Zoti e di se sa u do zemra ime. Kështu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që nga mosha 2 vjeçare, pasi u kthye nga shkretëtira, jetoi në shtëpi vetëm me nënën dhe shërbëtorën e tyre, Ummu Ejmen nga Sudani. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam kishte mbushur moshën 6 vjeçare, nëna e tij vendos se udhëtoi me djalin e saj për në Medinë. Distanca mes Mekës dhe Medines ishte pothuajse 500 kilometra. Këtë e bënte me qëllim që të vizitonte varrin e babait të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ta njihte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me dajallarët e babait të tij. Pas 6 vitesh që kishin kaluar nga vdekja e burrit të saj, ajo e ruante respektin për burrin dhe të afërmit e tij. Kështu, ajo dëshironte të afrojë familjen e saj me familjen dhe të afërmit e babait të tij. Kështu, u nisën të 3. Profeti sallallahu alaihi wasallam, nëna e tij Eminia dhe shërbëtorja e tyre Ummu Ejmen. Arritën në Medinë dhe vajtën pranë varrit të babait të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishte hera e parë që udhëtonte dhe hera e parë që qëndronte para varrit të babait të tij. Hera e parë që udhëtonte drejt Medinës ishte kur ishte 6 vjeçar. Herën e dytë do të udhëtoi drejt saj në moshën 50 vjeçare si çlirimtar. Megjithse kishte qenë vetëm 6 vjeçar në udhëtimin e parë, kur emigroi në Medinë u tha shokove: "Këtu është varri i babait tim." Më pas, hedh shikimin drejt një grope me ujë dhe thot: "Në këtë grop kam mësuar të notoj." Kur emigroi për në Medinë, të gjithë njerëzit kapnin devën e tij për litari dhe i luteshin të shkonte te shtëpia e tyre, por profeti sallallahu alaihi wasallam u thoshte: "Lëreni devën se ajo është e urdhëruar." Vendi ku deveja qëndroi dhe u ul ishte mu para shtëpisë dhe dajallarëve të tij. Sikur Zoti i thoshte që për shkak të respektit dhe besës që mban me të gjithë njerëzit, do të afrojmë pranë të afërmve të tu. Ai tregonte respekt me nënën e tij nga gjiri Halimen, për shkak se edhe vetë nëna e tij Eminia e ruante respektin me të afërmit e burrit të saj. O prindër, nëse dëshironi që fëmijët tuaj të kenë respekt për të afërmit, pasi të jeni plakur, më paru tregoni atyre respektin tuaj për të afërmit tuaj. Ashtu si sillesh ti, do të sillen edhe fëmijët e tu. Si ti respektoj të afërmit fëmija, në një kohë që ti nuk di se çfarë është respekti dhe dashuria për ta. Pasi përfunduan vizitën në Medinë, derisa ktheheshin për në Mekë, nëna e profetit sallallahu alaihi wasallam filloi befasisht të ndjej dhimbje dhe lodhje. Dhimbjet u shtuan më shumë derisa nëna e tij vdiq. Imagjinojeni një fëmijë 6 vjeçar në mes të shkretëtirës dhe t'i vdes nëna. Vdiq para syve të tij në mes të shkretëtirës dhe në një vend pa njerëz të tjerë. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam në moshën 6 vjeçare pa nënën e tij t'i vdes dhe t'i varroset para syve të tij. Këto ndodhnin vetëm pak kohë pasi kishin vizituar varrin e babait të tij në Medinë. Kështu që kujtesa e varrit të tij ishte e freskët. Tani shikonte 2 varre, varrin e babait që sapo e kishte vizituar
dhe tani shihte varrin e nënës të sapo varrosur. Tani ishte jetim 2 herë, megjithse nuk ishte kaluar 6 vjet. Vendi ku u varros quhet Ebua, 150 kilometra larg Medinës, në mes të shkretëtirës. Ajo që e varrosi nënën e tij ishte shërbëtorja Ummu Ayman, pasi nuk ishte tjetër kush që ta varros. Ajo vetë hapi varrin me duar dhe e mori nënën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e varrosi. Të gjitha këto ndodhin para syve të tij. Gjatë udhëtimit për të çliruar Mekën, profeti sallallahu alaihi wasallam kalon me ushtrin pranë Ebuas, vendi ku u varros nëna e tij. Ai vetë tregon: "I kërkova leje Zotit që të më lejoj të vizitoj varrin e nënës dhe më lejoj. Unë dal te varri i nënës së tij, u ul dhe vazhdoi të qaj dhe të qaj, derisa filluan të gjithë të qajnë bashkë me të. Aq i lidhur ishte dhe aq shumë e kishte dashur nënën. Megjithse kishte qenë vetëm 6 vjeç kur i vdiq, ai kuptonte të gjitha." Po përse valli ndodhin të gjitha këto? Përse o Zot e gjithë kjo? E gjitha kjo i ndodhte me qëllim që të përgatitej për ditët që do të vinin. E përgatiste me qëllim që ta kuptonte realitetin e jetës dhe të vdekjes. Ishte sikur t'i thoje: "O i dërguari i Allahut, dije se kjo botë është shumë e shkurtër, prandaj mos u mashtro. Babai yt të vdiq befasisht, dhe po befasisht të vdiq edhe nëna." Zoti nuk vepronte kështu me profetin sallallahu alaihi wasallam se nuk e donte, po për shkak se ai ishte i dërguari i tij të njerëzit dhe ishte ai që do të udhëhiqte njerëzimin. Një njeri i tillë duhet të ishte i fortë dhe i përgatitur për çdo rast. Ka shumë njerëz që vlerën e jetës dhe realitetin e vdekjes nuk e kuptojnë vetëm pas 30-35 vitesh kur t'u vdes ndonjë i afërt. Ka të rinj 25 vjeçar që nuk e konceptojnë dot vdekjen. Profeti sallallahu alaihi wasallam pas këtyre ngjarjeve do bëhet personi më i dëgjuar. Dhe ne ta ngritëm lart famën tënde. El-Inshirah 3. Pasi e kuptoi realitetin e kësaj bote dhe të vdekjes, pasi arriti famën që nuk e kishte arritur kush tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Unë nuk kam punë me të mirat e kësaj bote, dhe ata nuk kanë punë me mua. Shembulli im dhe i kësaj bote është si shembulli i një burri që udhëton në një ditë të nxehtë. Ulet të pushoj në hije në një pemë për disa qaste dhe më pas qohet dhe e le atë." I tillë ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. As fama nuk e mashtroi dhe as të mirat e kësaj bote nuk e mashtruan. Njëherë i erdhi një tuf me dele që mbushte një lugin mes 2 maleve. Një fshatar vjen, i shikon dhe i thot: "A të gjitha këto janë tua të Muhammed?" "Po," i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. "A të pëlqejnë?" "Po," ju përgjigj fshatari. "Merri si janë tuat," i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. "A tallesh me mua?" e pyeti përsëri fshatari. "Jo, merri, se janë tuat," i tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Fshatari mori delet dhe duke u kthyer mbrapa se mos bëhet profeti sallallahu alaihi wasallam pishman, u nis drejt shtëpisë. Kur arriti te populli i tij, u tha: "Po vi nga njeriu më i mirë. Pranojeni Islamin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u jep pasuri aq sa të mos e keni frikë varfërinë kurr."
kjo botë as pak nuk e mashtronte, pasi e dinte se sa vlente. Kjo botë është e vogël dhe vdekja është shumë afër. Ai pa varret e 2 prindërve të tij dhe u kthye nga Medina për në Mekë i vetëm. E pa se sa vlente kjo botë. E gjitha kjo ishte përgatitje për atë që të vinte më pas. Kur u bë i pari arabëve, vjen një i varfër dhe kur u takua me profetin sallallahu alaihi wasallam, filloi të dridhej nga emocionet. Profeti sallallahu alaihi wasallam e përkëdheli dhe i tha: "Qetësohu, pasi unë nuk jam bret. Unë jam djali i një gruaje që ushqehi me mish të tharë në Mekë. Unë jam vetëm një rob që ushqehem me ato që ushqehet një rob dhe ulem siç ulet një rob. E gjitha kjo me qëllim që të bëhej i fortë shpirtërisht dhe bujar pa pasur frikë varfërinë. Sa mirë do të ishte nëse realitetin e kësaj bote ta kuptonin edhe politikanët, ministrat, biznismenët. Sa mirë do të ishte ta kuptonin atë që kuptoi profeti sallallahu alaihi wasallam që në moshën 6 vjeçare. Sa mirë do të ishte sikur të kishim gazetarë dhe publicist të cilët e kuptojnë që kjo botë është e shkurtër dhe punojnë për të mirën e njerëzimit. Sa mirë do të ishte sikur politikanët ta kuptonin në realitetin e kësaj bote dhe të punonin për të rregulluar jetën mbi tokë. Unë njoh një nën që i ka vdekur djali. Ajo vjen nga një shtresë e pasur dhe e lartë e shoqërisë. Kur i vdiq djali, ai ishte vetëm 20 vjeç. 2 vjet pasi i vdiq djali, unë e pyeta: "Çfarë ndikimi ka lënë vdekja e djalit tek ti?" Ajo përgjigj: "Arrita të kuptoj realitetin e kësaj bote." Mosha e saj ishte 8-50-at, kurse profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam që në moshën 6 vjeçare e kuptoi realitetin e kësaj bote. Nëse ende nuk e keni kuptuar realitetin e jetës dhe vdekjes, unë u them se një ditë do të vdisni dhe nuk dihet se kur. A e shihni se sa shumë të rinj vdesin sot? Sigur Zoti me këtë na dërgon mesazhet dhe na thot: "Zgjohuni dhe kuptojeni realitetin e jetës dhe të vdekjes." Kjo botë është shumë e vogël dhe nuk vlen asgjë. Allah i Madhërisëm në Kur'an thot: "E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme." El-A'la 17. Shpesh herë, kur na ndodhin fatkeqësi, pyesim se pse vallë na ndodhin gjëra të tilla, por që pas tyre vijnë shumë të mira. Një ditër thot: "Mund që Zoti ta merr diçka me qëllim që të jap diçka tjetër, dhe të jep diçka me qëllim që të marr diçka tjetër. Prandaj, sido që të ndodh, thuaj: Unë e pranoj dhe jam i kënaqur me atë që vepron ndaj meje, o Zot. Gjithçka që vjen prej teje është e mirë dhe e dobishme. Por mund që ju ta urreni një send, e ai është shumë i dobishëm për ju, dhe mund që ju ta doni një send, e ai është dëm për ju." El-Bekare 216. Pasi vdiqe ëma e profetit dhe u varros, Muajmen e mori atë për dore dhe u nis për në Mekë. Gjatë gjithë rrugës, profeti sallallahu alaihi wasallam, megjithse në moshë të vogël, ka menduar rreth vdekjes dhe vlerës së kësaj bote. Kur arrita në Mekë, Abdul Mutalibi e mori vesh se nëna e Muhammedit kishte vdekur. Kështu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kalon në një shtëpi tjetër për të banuar. Në shtëpinë e gjyshit të tij, Abdul Mutalibit, i cili ishte rreth të 90-ave.
Profeti sallallahu alaihi wasallam 2 vitet e para të jetës i kaloi në shtëpinë e Halimes. Nga 2 vjeç derisa mbushi 6 jetoi me nënën e tij Eminen dhe pasaj derisa mbushi 8 vjet jetoi me gjyshin e tij Abdul Mutalibin. Shtëpia e gjyshit të tij nuk ju duke huaj në fillim profeti sallallahu alaihi wasallam, pasi e ëma e tij Eminja e kishte mësuar që të vogël me respektin dhe dashurinë për të afërmit. Sa nëna kemi sot që i pengojnë fëmijët e tyre që të vizitojnë të afërmit e burrit, dhe sa baballar kemi që nuk i lejojnë fëmijët të vizitojnë të afërmit e nënës. Mos vepro kështu, o vëlla dhe oj motër, por këshilloj fëmijët që t'i duan njerëzit e gjakut. Askush prej nesh nuk e di se si do jetë e ardhmja. Gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte njeri i thjesht. Ai ishte nga paria e Kurejshëve. Abdul Mutalibi e kishte bërë zakon që çdo ditë të shtronte mantelin e tij në hijen e Ka'bes dhe të ulej. Askush tjetër nuk mund të ulej në shtresën e tij. Paria e Kurejshëve mblidheshin rreth tij dhe diskutonin rreth problemeve politike dhe ekonomike. Sa herë që shkonte në këtë kuvent, Abdul Mutalibi merrte me vete dhe profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ulte në vendin që nuk lejonte tjetër kënd të ulej veç tij. Kjo për shkak se e donte fort. Abdul Mutalibi e ulte sipër mantelit të vet dhe e linte profetin sallallahu alaihi wasallam të lirë që të luaj. Por e habitshme ishte se ai nuk luante, por dëgjonte me vëmendje fjalët që thuheshin në kuvent. Abdul Mutalibi, si i zgjuar që ishte, kur e pa që ky fëmijë, megjithse nuk ishte më shumë se 6 vjeç, u tha parisë së Kurejshëve: "Ky djalë do të arrijë famë të madhe." Kurse sot, në ditët tona, jo vetëm fëmijët, por edhe të mëdhenjt e gjenë duke luajtur PlayStation me kompjuter. Përvojat për më vonë, profeti sallallahu alaihi wasallam i fitoi që në këtë moshë të vogël. Mësoj fëmijët që në moshë të vogël të dëgjojnë përvojat e më të mëdhenjve. Mos prit o vëlla që të arrish moshën 30 vjeçare dhe të fillosh të mësosh. Dëgjo, mëso, përziu me njerëz, mëso prej tyre dhe studioj se si funksionojnë gjërat në këtë botë. Vazhdoi profeti sallallahu alaihi wasallam të jetojë me gjyshin e tij Abdul Mutalibin derisa mbushi moshën 8 vjeçare, kur i vdiq dhe gjyshi i tij i dashur. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam provonte të qenit jetim për të 3-ën herë. Ajo që ndodhi ishte se dhe gjyshi i tij i vdiq papritur. Babai i vdiq akoma pa lindur, nëna i vdiq para syve të tij dhe sapo filloi të qetësoj shpirtërisht i vdiq edhe gjyshi. Nëse do t'i ndodhnin dikujt tjetër të gjitha këto, ai nuk do e njihte ç'është mëshira, do urrente shoqërinë, do të ndiej konfuz dhe nuk do dinte si të jetë i mëshirshëm me të tjerët. Diçka të tillë thon disa orientalistë, të cilët theksojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam për shkak të gjithë fatkeqësive që i ndodhen nuk ishte mëshirues dhe i butë me të tjerët. Por jo për Zotin, nuk ka më mëshirues dhe më të dashur se i dashuri ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Le të përmendim disa pika të cilat tregojnë rreth mëshirës së tij. Në betejën e Uhudit, armiqtë e tij hapin një grop me qëllim që të bjerë profeti sallallahu alaihi wasallam brenda saj. Kur bie brenda, i thyhen 2 dhëmbët e parë. Derisa përpiqet të çohet, vjen një tjetër dhe godet me shpatë në kokë. Mburoja që kishte në kokë nga goditja e shpatës përthyhet dhe i futen 2 shufra që mbronin fytyrën në eshtrat e fytyrës. Pasi përfundoi lufta, Ebu Ubejde ibn Jarrah ja heq shufrat nga eshtrat me dhëmbët e tij.
me të hequr shufrat i shpërthen gjaku në fytyrë. Shokët e tij duke e parë këtë skenë i thanë: "Mallkoj dhe lute Zotin t'i shkatërroj, o i dërguari i Allahut." Por profeti sallallahu alaihi wasallam, me gjithë gjakun që i rrithte, u thot: "Jo, pasi unë nuk jam dërguar për të mallkuar, por jam dërguar si mëshirë për njerëzimin." Më pas ngriti duar drejt qiellit dhe thot: "O Zot, udhëzoje popullin tim, pasi nuk dinë." E kur u kthye nga Taifi, meleku i maleve i tha që po duash, i bashkoj këto dy male dhe i ndëshkoj ata njerëz. Por profeti sallallahu alaihi wasallam nuk pranoi. Atëherë meleku i maleve i thot: "Të vërtetën e ka thënë ai që të ka quajtur falës dhe mëshirë madh." Në Medinë jetonte një burr me emrin Zahir. Ai ishte shumë i ashpër në marrëdhënie me njerëzit, saqë të gjithë nuk e donin dhe nuk bisedonin me të përveç profetit. Një ditë, derisa po rrinte në treg, profeti i shkoi nga pas dhe e kapi prej mesi. Zahiri u habit dhe i tha: "Kush je ti? Më lësho shpejt." Profeti i liroi krahët që Zahiri të mundej të kthehej. Kur u kthye, e pa profetin me krahët e hapur dhe qeshi. Profeti e kapi për dorë dhe filloi të therras: "Kush e blen këtë sklav prej meje?" Duke bërë shaka me të. "Nuk do fitosh gjë o profet, unë jam shumë i lirë dhe nuk më blen kush mua," i tha Zahiri. Por profeti a ktheu: "Por ti je i shtrenjtë te Zoti, o Zahir." Kurse për mëshirën e tij për fëmijët tregon Enes ibn Malik: "Nuk kam pa njeri më të dashur dhe të mëshirshëm për fëmijët se sa i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam." Një fëmijë në Medinë e kishte emrin Umer. Ai kishte një zog të vogël të cilit profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte vënë emrin Nugeir. Sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam e takonte, e pyeste: "O Umer, si e ke zogën Nugeir?" Një ditë, profeti sallallahu alaihi wasallam e pa Umerin duke qarë dhe e pyeti mbi shkakun përsi qante. Ai i tha: "Më ngordhi Nugeri, o i dërguari i Allahut." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam e mori dhe filloi të luajë me të në rrugë, me qëllim që ta qetësoj. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam kur e pan duke luajtur me fëmijën, u habitën dhe e pyetën: "Çfarë po bën o i dërguari i Allahut?" Ai u përgjigj: "Kanë ngordhur zogun Nuger dhe desha që ta qetësoj Umerin." Ditën e dytë, profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi ta vizitojë në shtëpi Umerin. Ky fëmijë ishte vëllai i Enes ibn Malikut, shërbëtorit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Vizitonte në shtëpi vëllain e shërbëtorit të tij, me qëllim që ta ngushëllojë për një zog të vogël që i kishte ngortër. Edhe pse kishte humbur baban, nënën dhe gjyshin në moshë të vogël, ai nuk ishte i dhunshëm, por ishte burim dhe mshurie dhe dashurie për të gjithë njerëzit. Mëshira e tij duket te kujdesi që u kushton të jetimëve. Për kujdesin ndaj jetimëve ai thot: "Unë dhe ai që përkrah jetimët do të jemi në xhenet si këto të dy," dhe bashkon dy gishtat e dorës. Para se të vdes gjyshi i tij, lë porosi që nipi i tij Muhamedi të rritet në shtëpinë e xhaxhait Ebu Talib. Kjo pasi Ebu Talib ishte vëlla për nën dhe për baba i babait të profetit sallallahu alaihi wasallam. Deri tani, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte ndërruar 5 shtëpi. Në fillim u lind në shtëpinë e nënës së tij,
Më pas kaloi në shtëpinë e Halimes në Shkretëtir për 2 vite. U kthye përsëri në shtëpinë e nënës ku jetoi 4 vjet. Pas vdekjes së nënës kaloi në shtëpinë e gjyshit të tij, i cili jetonte me gruan e tij, jo gjyshin e profetit sallallahu alaihi wasallam, pasi ajo kishte vdekur. Dhe jetoi me ta për 2 vjet. Pas vdekjes së gjyshit ai kaloi në shtëpinë e xhaxhait të tij Ebu Talibit, i cili kishte 10 fëmijë. Kështu për 8 vjet profeti sallallahu alaihi wasallam ndroi 5 shtëpi. Ne kemi sot shumë raste të rinj që në moshën 20 vjeçare largohet nga shtëpia për të studiuar në një vend tjetër dhe mërzitet dhe kërkon të kthehet në shtëpi. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam deri në moshën 8 vjeçare kishte ndërruar 5 shtëpi dhe asnjëra nuk kishte gjë të përbashkët me tjetrën. Në shtëpinë e Halimes jetonte në Shkretëtir. Shtëpia e gjyshit përbëhej vetëm nga gjyshi dhe gruaja e tij e moshuar. Shtëpia e xhaxhait të tij jetonin brenda saj 10 fëmijë të tjerë. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam nuk arriti të mësojë shkrim e këndim, pasi nuk kishte kush të merri me të. Ai që edukoi profetin sallallahu alaihi wasallam ishte vetë Zoti, gjë të cilën e përmend në një hadith. Mua më ka edukuar vetë Zoti dhe më ka edukuar në mënyrën më të mirë. Kur përmendëm fatkeqësitë që i kishin ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam, tham që e gjitha kjo i ndodhte me qëllim që të kuptonte realitetin e kësaj bote. Kurse ndryshimi i shtëpive dhe familjeve që kujdeseshin për të, i ndodhte me qëllim që të mësohej të mbështetej në forcat e tij, të mësonte të ishte serios, të mësoj me përgjegjësi, vullnet dhe elasticitet në marrëdhëniet me njerëz të ndryshëm. Duke kaluar në situata të ndryshme në vegjëli, ai mësonte si të sillet dhe të reagojë kur të përballet me situata të ndryshme pasi të rritet. Kjo ishte përgatitja dhe edukimi i Zotit për profetin sallallahu alaihi wasallam. A e beson tani urtësinë që përmendëm më sipër? Që kur Zoti ta merr diçka, të jep diçka tjetër. Gjithashtu, në fatkeqësi që i ndodhin, po të shohim, do gjejmë që sa herë Zoti merrte diçka, i jepte menjëherë diçka tjetër. Kur i vdiqe ëma dhe humbi dashurinë dhe dëmshurinë e saj, Zoti dha gjyshin e tij, i cili nuk krahasohet me nënën, por edhe ai tregoi i dashur dhe i dhëmshur me të. Gjithashtu, gruaja e gjyshit ishte kushërira e nënës, Emines, e cila sigurisht që u tregua e dhëmshur dhe e dashur me të. Pas vdekjes së gjyshit, Zoti e kaloi në kujdesin e xhaxhait të tij, i cili, megjithëse nuk e pranoi Islamin, e përkrahu me sa mundësi kishte. Gjithashtu, ai kishte edhe kujdesin edhe dëmshurinë e gruas së xhaxhait, Fatime bintu Esed, e cila më pas do të jetë vjehra e vajzës së profetit sallallahu alaihi wasallam, Fatimes. Kjo, pasi gruaja e xhaxhait ishte nëna e Aliut, dhëndrit të profetit sallallahu alaihi wasallam. E kuptoni tani, o vëlla, komentin e ajetit të Kur'anit ku thot Zoti: a nuk të gjeti ty jetim e ai të bëri vend? Ad-Duha 6. Do të jetosh jetim o Muhammed, por kur nuk do të privojmë nga ndjenja e dëmshurisë dhe dashurisë familjare. Kur o njeri mos shiko vetëm çastet kur të bie në fatkeqësitë dhe të thuash përse o Zot më ndodhin gjëra të tilla. Mëson nga jeta e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse të errësohet bota para syve, mendo që Zoti më pas do të jap diçka të mirë. Nëse je i ri dhe të ndodhin fatkeqësi, dije se Zoti po të përgatit për diçka të madhe. Shikoj jetën e të gjithë profetëve të tjerë, të cilët megjithëse ishin të dashur te Zoti,
ai sprovonte për një kohë të gjatë dhe në fund ata triumfonin. Nuhu a.s. u torturua, u thye dhe u ofendua, u privua nga shumë të mira, por shpëtoi, kurse armiqtë e tij u shkatruan. Ibrahim a.s. u hodh në zjarr, u shpërngul nga vendlindja e qerr, por më pas u bë njeriu më i dashur te Zoti. Jakubi a.s. humbi edhe shikimin duke qarë për humbjen e djalit të tij më të dashur Jusufit. Më pas i kthehet edhe Jusufi a.s. edhe shikimi. Musa a.s. e braktis Egjiptin dhe largohet i friksuar, por më pas kthehet triumfues dhe flet direkt me Zotin. Isa a.s. akuzohet se ishte fëmijë marrëdhënies jashtëmartësore, por më pas kthehet në mrekulli të cilën e dëshmon e gjithë toka. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam rritet si jetim në Mekë, largohet prej Mekës i friksuar dhe i dëbuar prej saj, por më pas kthehet triumfues dhe i fal të gjithë kundërshtarat e tij. Në shtëpinë e xhaxhait të tij, Ebu Talib, profeti sallallahu alaihi wasallam do të jetojë që nga mosha 8 vjeçare derisa ta arrijë moshën 25 vjeçare. Do të jetojë në një shtëpi me 10 fëmijë tjerë. Nga fëmijët me cilët u rrit profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë shtëpi, njëri do të bëhet nga armiqtë e tij më të egër, Akil ibn Abi Talib, kurse tjetri do të jetë një nga shokët e tij më të dashur, Jafer ibn Abi Talib. Profeti sallallahu alaihi wasallam u rrit në këtë shtëpi që në moshën 8 vjeçare. Pasi kalojnë vite, profeti sallallahu alaihi wasallam do të marrë djalin e kësaj familje, Ali ibn Abi Talib, me qëllim që ta rrisë në shtëpinë e tij. Kjo për t'ia shpërblyer Ebu Talibit, xhaxhait të tij. Kurse kur vdiq gruaja e xhaxhait të tij, Fatime bintu Esed, nëna e Ali ibn Abi Talib, pas afërsisht 50 vitesh dhe u varros në varrezën e Medinës, profeti sallallahu alaihi wasallam hoqi mantelin e vetëm që kishte dhe tha: "Për Zotin, duhet që finos me mantelin tim." Para se ta vendosi në varr, profeti sallallahu alaihi wasallam zbret në varr dhe shtrihet. Kjo me qëllim që të jetë mëshirë për gruan e xhaxhait, e cila e rriti. Pasi e që finosi me mantelin e tij dhe vendosi në varr, filloi të qaj me të madhe, sa që thuhet qante më shumë se djali i saj Aliu. Kur e pyetën se përse qanë kaq shumë, o i dërguari i Allahut, u tha: "Ajo është Fatimeja, e cila më rriti të vogël." Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk mund të harronte të mirën e kësaj gruaje, ashtu siç nuk e harronte të mirën nëna e tij Eminja. Kur mos e harro të mirën e të tjerëve ndaj teje, o vëlla, trego mirënjohës, falenderoje dhe bëj edhe ti të mirë. Kur vajti profeti sallallahu alaihi wasallam të banoj në shtëpinë e xhaxhait të tij, pas një farë kohe i tha: "O xhaxha, unë dua të punoj." Kjo pasi ai vëreti se xhaxhai i tij ishte i varfër dhe kishte shumë fëmijë. Megjithëse ishte vetëm 8 vjeçar, ai nuk pranonte të jetojë në kurrizin e të tjerëve. Sot ka shumë njerëz që jetojnë si parazit dhe ushqehen me djersën e tjerëve. Mos thuaj që unë e dua profetin sallallahu alaihi wasallam dhe të presësh ç'të të japin të tjerët. Mos pretendo se e do nëse je i tillë. Fillimi i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte thjesht duke lexuar Kur'an apo duke u falur në xhami, dhe kjo ishte feja që të përçonte. Jo. Fillimi i tij ishte punë dhe djers. Megjithëse xhaxhai i tij refuzoi që ai të punonte, profeti sallallahu alaihi wasallam këmbguli: "E çfarë mund të punonte një fëmijë në moshë 8 vjeçare?" Puna që zgjodhi ishte të kullos delet, dhe kjo
nuk është turp. Këtë tregon vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ku thot: Zoti nuk ka dërguar profet vetë se më parë ka qenë bari delesh. Edhe ti o i dërguari i Allahut? E pyeti dikush. Po, u tha, edhe unë, kullosja delet e banorëve të Mekës kundrejt një shpërblimi të vogël. Zoti kishte caktuar që çdo profet të ishte më parë bari delesh, për shkakun se duke qenë i tillë mëson urtësinë dhe durimin. Një profesion i tillë të mëson se si të bashkosh dhe jo të përqash, pasi do të bashkosh një umet të tërë më pas. Të mëson se si ti mbrosh nga ujku, pasi më vonë do të duhet të mbrosh umetin tënd nga çdo armik. Profeti sallallahu alaihi wasallam punoi si bari delesh nga mosha 8 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare. Kur mbushi 15 vjeç, i kërkoi xhaxhait të tij Ebu Talibit që ta ndryshojë profesionin, duke e marrë me vete në Sham për tregti. Ata që nuk kanë punë, le të mësojnë nga profeti sallallahu alaihi wasallam se si kërkonte rastet e punës. U mor profeti sallallahu alaihi wasallam me tregti që nga mosha 15 vjeçare deri në moshën 35 vjeçare, për gati 20 vjet. Dikush me drejt mund të pyes se përse u mor me tregti. Kjo, sepse ai që i njeh më mirë njerëzit është tregtari, pasi të gjithë kanë të bëjnë me të. Brenda në xhami të gjithë njerëzit të duken të mirë, por kur hyn në marrëdhënie pune dhe tregtie me ta, i njeh më mirë. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam duke u marrë me tregti, do të njihte njerëzit dhe nuk mund të mashtrohej më pas. Shumë të rinj që fenë e kanë kuptuar vetëm në xhami, nuk e njohin botën dhe njerëzit. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam punoi me tregti për 20 vjet, edhe i njohu njerëzit. E gjitha kjo ishte shkolla e jetës për profetin sallallahu alaihi wasallam. Me këtë duam të përçojmë një mesazh shumë të rëndësishëm, sidomos për të rinjt. Hidheni veten në shkollën e jetës dhe mësoni prej saj. Mos lër rast pa shfrytëzuar. Jusuf alayhis salam mësoi rreth administrimit të ekonomisë, pasi dëgjonte me vëmendje pronarin e tij çdo ditë derisa diskutonte për çështjet ekonomike të vendit. Historia e Jusufit alayhis salam dhe e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam sikur janë histori të dy njerëzve të cilët planifikuan, punuan dhe Zoti i ndihmoi për të qenë të suksesshëm. Në këtë periudhë, profeti sallallahu alaihi wasallam na paraqet përvojën e tij dhe është shembulli më i mirë për çdo që dëshiron të punojë dhe të jetë i suksesshëm. Kur mos thuaj se nuk ka punë, ose nuk kam rast dhe mundësi të studioj edhe unë si tjerët, por përpiqu dhe derë djers. Në moshën 15 vjeçare të profetit sallallahu alaihi wasallam ndodh një luftë e cila quhet lufta e pandershme, Harbul Fujar, për shkak se zhvillohej në muaj që ishte ndaluar lufta. Nga ata që morën pjesë në luftë ishte edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili ndihmonte Kureshët. Me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam i shtohej edhe një përvojë tjetër. Fillimisht ai humbi prindëri dhe gjyshin, kaloi në shumë shtëpi, mori dashuri dhe mshuri nga të afërmit e tij, punoi si bari delesh dhe mësoi se si të bashkojë dhe të mos përçaj. Punoi në tregti ku filloi të njohë njerëzit dhe ju dha rasti të vizitojë edhe shtete tjera ku njohë me kultura dhe njerëz të ndryshëm. Tani mësonte edhe artin e luftës. Ku nga mosha 15 deri 18 vjeç, ai jetoi në gjendje me luftën e të pandershmave. Në këtë luftë, profeti sallallahu alaihi wasallam mbritte shigjetat dhe u jepte luftarëve. Pasi përfundoi lufta, Kureshët u mblodhën dhe lidhën një aleancë të cilën e quajtën Aleanca e Fudulit. Aleancë që shërbente për përkrahjen e secilit
që I ishte bërë pa drejtësi. Dhe nga kjo, mësoj mënyrën se si nënshkruheshin marrëveshjet dhe si lidheshin aleancat. Kështu, profeti sallallahu alaihi wasallam tani njihte artin e luftës dhe atë të paqes.